Okej, histori nga jeta. Në disa ditë rradha, që mbaroj punën që kam për të bërë dhe nisem për të vajt në shtëpi, dhe në vend që shkoj te shtëpia ku jam duke qëndruar për momentin, shkoj tek shtëpia ime ku po punohet, dhe unë rri. Shkoj deri te parkimi, para se të parkoj, gjithmonë, po është dita e 45, që është e përditshme në gjithë kjo javë. Edhe u pritë, unë rri këtu, pse erdha këtu? E marrë prapë rrugën nga para dhe nisem për tek shtëpia. Çfarë do të thotë kjo? Që mezi po presa të futem te shtëpia. Në çfarë etape jam kur do futem? Për momentin zgjodhëm bojrat sot. Do lyen edhe të shohim me kismet në fund të prillit. Pas gjithë asaj maratone 24 orëshe, ja kisha vetes borxh një masazh relax, një masazh fytyre, facelift, një hydra facial, një pedikyr këmbësh. Domethënë, jam aq relaksuar sa nuk flas dot, sepse më vjen shumë dhe dua të qëndroj në këtë vibe-in e silabelit tim. Faleminderit, silabelistet e mia, jeni më të mirat në botë.